Me mëngjesi, edhe një herë të gjithëve atyre që nuk u thamën, nuk u takuam nga afër. E falenderojmë Perëndin sepse na jep mundësinë edhe një herë që të vijmë në prezencë të Tij, të adhurojmë emrin e Tij të shenjtë, por edhe të dëgjojmë atë çfarë ai ka për të na thënë nga fjala e Tij. Kjo është po ashtu e rëndësishme. Ju urojmë mirëseardhjen vllajt edhe motrës. Gëzojmë që ju kemi këtu midis nesh, por edhe atyre të tjerëve, të rinjve që kemi sot midis nesh, Zoti ju bekoj. Sot me hijen e Perëndis do të kemi një temë nga fjala e Tij, e cila ka përsëri të bëjë me luftën frymore. Është një temë shumë e rëndësishme, të cilës kisha ndoshta shpeshherë nuk i kushton vëmendjen e duhur dhe rëndësinë e duhur. Bëhet fjalë për dallimin e frymrave, e cila është një pjesë e jetës së krishterë. Edhe pse Perëndia e inkurajon çdo besimtar dhe kishën në përgjithësi që të kushtojë rëndësi të veçantë kësaj pjese të dalluarit të frymrave, duket se më falni, kisha nuk ka kushtuar vëmendjen e duhur dhe kështu ka bërë të mundur që dyert e saj të hapen edhe këtyre frymrave, të cilat nuk janë nga Perëndia. Shumë shkurt, thjesht do të mundem të gërvishtim pak sipërfaqen e kësaj teme, dhe do të shikojmë 4 kategori të këtyre frymrave të cilat gjenden dhe janë aktive sot brenda kishave. Predikimin e kaluar pam frymën e Jezebelës, që është futur në kish, duke shfrytzuar varfërinë frymore të kishës, dhe cilësuan 3 karakteristikat e saj përmes manipulimit, i cili vjen nëpërmjet një dhuntie, me pak fjalësh praktikimi i gënjeshtrës, përmes i martese dhe përmes frikës. Ndërsa sot do të shikojmë aq sa koha do na lejojë diçka më tepër për të zbuluar ose për të kuptuar frymrat e tjera djallëzore që gjenden brenda në kishë. Nga që kemi bërë, duhet të jetë mësimi i tretë ky, për sa i përket frymrave, kemi parë edhe pak atë principatat edhe pushtetet që ekzistojnë, që na tha fjala e Perëndis që janë në vendet qiellore, që përkasin djallit. Nuk kemi cilësuar pak se çfarë janë këto fryma për të cilat ne flasim. I dëgjojmë shpesh, por nuk i kemi cilësuar që të kuptojnë ata që nuk e njohin fjalën e Zotit, po edhe të tjerët të kuptojnë se për çfarë bëhet fjalë. Nga përshkrimi biblik që kemi, nga fjala e Perëndis, frymrat janë qenie frymore pa trup, të cilat veprojnë për llogari të djallit dhe janë në shërbimin e tij. Në Bibël i kemi parë ose i shohim, i lexojmë si demonë, dhe ka plot raste në të cilat Krishti, por edhe më pas apostujt edhe besimtarë të tjerë në vitet e mëvonshme, të veshur me pushtet nga Perëndia, i të bonin nga njerëzit të cilët ishin të pushtuar nga këto frymra dhe ishin në ndikimin e këtyre frymrave. Kryesisht këto frymra veprojnë tek njerëzit të cilët nuk janë të shpëtuar, ata që nuk i kanë dorëzuar zemrën Jezusit dhe gjenden në ndikimin dhe udhëheqjen e tyre për shkak të mëkatit i cili ndodhet dhe vazhdon të jetë në zemrat e këtyre njerëzve. Për sa i përket besimtarëve të krishterë, këto frymra përpiqen që të ndikojnë në jetën e tyre për të shtyrë këta besimtarë, të gjithë besimtarët të shtyrë në mëkat kundër Perëndis. Kryesisht përdori njohjen, pra ta bëjnë mëkatin si diçka të dëshirueshme, si diçka të nevojshme, të domosdoshme në jetën tënde, për të na bërë ne si besimtarë që ne të mëkatojmë kundër Perëndis. Por ekziston një rrezik, sepse duke qëndruar në mëkat të vazhdueshëm dhe pa u penduar me të vërtetë, ne si besimtarë i hapim dyert këtyre frymrave, duke i lejuar ato që të ndikojnë në jetën tonë. Më e rrezikshme nga këto në veprimtarinë e këtyre frymrave është tek ata të ashtu quajtur besimtarë të krishterë, që deklarojnë veten e tyre të krishterë,
të cilët nuk janë nga Perëndia, por e përdorin krishtërimin si një fasadë, si një mbulesë për të mbuluar atë veprimtarinë e tyre. Kanë qenë që në kishën e hershme, që në fillimet e saj, vazhdojnë të jenë përsëri edhe në ditët e sotme, në jetën e kishave, por ekziston një rrezik. Rreziku vjen nga vetë besimtarët, të cilët janë tepër të zënë me jetën e tyre personale, me çështjet e tyre personale, dhe nuk arrin dot që këto frymra t'i dallojnë ose të merren me to për t'i dalluar dhe për t'i maskuar, për t'i nxjerrë jashtë kishe. Qëllimi i këtyre frymrave është që të mbjellë përçarjen, dhe janë pikërisht këto frymra që janë shkaktari kryesor i këtyre përçarjeve që janë qoftë në kishë, qoftë në jetën e çdo besimtari apo në familje. Shumica e besimtarve është për ta rukese, shumica e besimtarëve duke mos pasur një marrëdhënie të shëndoshme me Perëndinë në fjalën e tij dhe në lutje, nuk arrin dot të kuptojnë nëse problemet e shumta që kanë jetën e tyre vinë pikërisht për këtyre frymrave. Dhe qëllimi, siç e tham, përderisa prejardhja e këtyre është nga djalli, është që të heqin paqen. Nuk mund të sjellin unitet, nuk mund të sjellin pajtim. Ndaj dhe përdorin besimtar apo dhe njerëz të tjerë për të futur fjalë në përçiftet e krishtera, numër 1, që është shkatrimi i familjes, dhe fusin fjalë në formën e thashëthemeve midis besimtarëve në kishë për të mbjellë përçarjen. Ekziston një parullë shumë e njohur dhe besoj që të gjithë e kemi dëgjuar nga kohët e lashta, përça dhe sundo. E keni dëgjuar? Është një nga armët më të suksesshme të këtyre frymrave. Mbjellin përçarjen për të sunduar pastaj më pas në kishë. Si do t'i dallojmë këto frymra? Do përqendrohemi kryesisht tek letra e parë e Gjonit, nga aty do t'i marrim të gjitha këto, sepse Perëndia flet në gjithë fjalën e tij, por ne nuk do mundemi të shikojmë të gjitha ato pjesët. Karakteristika e parë është nuk rrëfejnë se Jezusi ka ardhur në mish. Dhe do lexojmë nga letra e parë e Gjonit, nga kapitulli 4, vargjet 1 deri në 6, ku thotë: Të dashur, mos i besoni, mos i zini besë pra çdo fryme, por provojeni, virini në provë. Frymrat nëse janë nga Perëndia, sepse shumë profetë të rrem kanë dalë në botë. Pra, do duhet që ne të jemi vigjilentë dhe të testojmë në kohë reale, me fjalën e Perëndisë, gjithçka që dëgjohet dhe çdo gjë që na thuhet. Dhe thotë tek vargu 2, prej kësaj e njihni frymën e Perëndisë. Karakteristika e frymës së Perëndisë. Çdo frymë e cila rrëfen Jezus Krishtin të ardhur në mish, është për Perëndisë. Dhe çdo frymë e cila nuk e rrëfen Jezusin, nuk është për Perëndisë. Dhe kjo është ajo frymë, e ka fjalën këtu, e Antikrishtit, për të cilin keni dëgjuar se vjen dhe tani është të tashmë në botë. Ju jeni prej Perëndisë, o bi, dhe i keni mundur ata, sepse më i madh është ai në ju se sa ai në botë. Mos u dekurajoni nëse shikoni njerëzit e pa besë, të cilët kanë sukses në jetën e tyre. Fjala e Perëndisë na thotë këtu që ata janë të mundur. Kështu që mos i kizi li, nuk është nevoja, s'ka arsye pse. Dhe thotë tek vargu 5, vazhdojmë, ata janë prej botës, për këtë arsye flasin prej botës dhe bota ata i dëgjon. Ne jemi prej Perëndisë, ai që njeh Perëndin na dëgjon. Kush nuk është prej Perëndisë nuk na dëgjon. Prej kësaj njohim frymën e së vërtetës dhe frymën e gabimit. Do mund të thoshim shumë te kjo pjesë. Ne do shikojmë shumë pak. Nëse do të vendosim një titull gjithë kësaj pjese për të kuptuar përmbajtjen e saj, do të thoshim të krishterë ose njerëz që dëshmojnë me gojë besimin e tyre, por jo me zemër. Jo praktikantë, jo praktikues të vullnetit të Perëndisë, ose kanë një mënyrë të pjesshme të kryerjes të vullnetit të Perëndisë. Disa i bëjnë, disa nuk i bëjnë. Kjo pjesë këtu do na ndihmonte që të dallonim menjëherë besimtarët e rrem nga besimtarët e vërtet. Sepse dëshmia që na thuhet tek vargu 2, që
Jezusi ka ardhur në mish, nuk i referohet vetëm dëshmisë së demonëve që Krishti erdhi në mish, sepse djalli u mund. Për këtë arsye, kur Krishti erdhi në mish, u kryqëzua dhe derdhi gjakun e tij në kryqin e Golgotës, kjo ishte mundje për djallin. Djalli u mund, kështu që nuk e duron dot këtë fakt dhe kundërshton. Dhe ka plot të tillë të demonizuar të cilët e kundërshtojnë. Por nuk është vetëm kjo. Është edhe dëshmia e jetës së krishterë. Pra dikush që pranon ose dëshmon që Jezus Krishti ka ardhur në mish, ka një jetë të re në Krishtin. Ka filluar një jetë jo dikur në të kaluarën, sot. Është një jetë ku njeriu i vjetër është kryqëzuar dhe ka vdekur, na thot fjala e Perëndisë, për mëkatin, e një jetë të shenjtë, e një jetë të përkushtuar Perëndisë, e një jetë të bindur ndaj Ungjillit. Ka plot që thonë, të më njihje mua dikur ti para disa vitesh, e di si isha unë? Lëshoja zjarr. Po tani çfarë lëshon tym? Çfarë lëshojmë tani ne aktualisht? Perëndia do të di tani çfarë bën, jo dikur. Dhe ne kemi nevojë të shikojmë një tjetër çfarë jemi duke bërë sot, çfarë po dëshmojmë sot me jetën tonë, jo dikur. Dikur edhe mund të mos më njihje. Po sot që më njeh, sot që të njoh. Ka plot ateistë, nuk e di nëse u ka rënë në rasti të diskutojmë me ateistë, të cilën e njohin fjalën e Perëndisë më mirë se sa ne. Dinë edhe pikat edhe presjet se ku janë. Po kjo nuk do thotë gjë, sepse ata do përfundojnë në ferr, për shkak se nuk i kanë dorëzuar zemrën e tyre Krishtit. Kemi folur edhe herë tjetër për njerëz të cilët gjenden brenda kishave dhe pretendojnë se i përkasin Krishtit, dhe kemi thënë se ata janë të krishterë të rem. Dhe fjala e Perëndisë i emërton këta antikrisht. Mos mendoni se antikrist është diçka kundër Krishtit, është imituesi i Krishtit. Dhe të tillë na thot fjala e Perëndisë, ka plot. Kujtoni pak që Pali vetë inkurajon besimtarët, thotë, "Më imitoni mua ashtu që edhe unë jam imituesi i Krishtit." E mbani mend këtë pjesë. Pra janë të tillë njerëz, të cilët kanë pushtet të dyshimtë, qoftë në jetën e tyre, qoftë me dëshminë e tyre. Si ti dallojmë? Na thot tek vargu 5 dhe 6, i të njëjtit kapitull që lexuam. Ata janë prej botës, për këtë arsye flasin prej botës dhe bota i dëgjon. Ne jemi prej Perëndisë. Ai që njeh Perëndin na dëgjon. Kush nuk është prej Perëndisë nuk na dëgjon. Prej kësaj njohim frymën e së vërtetës dhe frymën e gabimit. Është ky grup të ashtuquar besimtarësh të cilët nuk kanë as edhe një lloj interesi, nuk tregojnë as një lloj interesi për bisedat frymore. Asgjë. Shoqërohesh me ta, të vetmat biseda që janë të tyre janë makina, shtëpia, familja, udhëtimet, pushimet, ku do shkojmë pushime si vjet, çfarë do bëjmë, të kalojmë mirë, të ham, të pimë, të shikojmë televizor, dëgjojmë muzikë, të merremi çik me ato rrjetet sociale, kaq të dashura, që nuk na shitet telefoni nga dora. Thamë pra që këta janë njerëz të botës, të veshur me mantelin të krishterit. Janë ata të cilëve u flet për gjatë e Perëndisë dhe nuk tregojnë interes. Pse? Sepse nuk e njohin Perëndin. Dhe është ajo pjesa aty që thotë tek vargu 6, është vargu 6 që thotë që ai që e njeh Perëndin na dëgjon. Pse nuk na dëgjojnë? Sepse nuk flasim të njëjtin gjuhë. Nuk flasim të njëjtin gjuhë. Flasim nga fjala e Perëndisë, dhe këta e kanë në mendjen e gjërat e botës. Ja ata për të cilët fjala e Perëndisë thotë që nuk mund të pranojnë dot gjërat e frymës, tek 1 Korintasve 2:14. Sepse nuk mund të jetojnë dot një jetë të krishterë pa elementet e botës brenda në jetën e tyre. Ndërsa tek letra e Judës, fjala e Perëndisë na thotë që këta janë njerëz, thjesht njerëz, pa frymën e Perëndisë, por që gjenden brenda në kishë. Dhe thot fjala e Perëndisë prapë tek 1 Gjoni 2:19, prej nesh dolën, por nuk ishin prej nesh, sepse sikur të ishin prej nesh do të kishin ndenjur me ne, por dolën me qëllim që të shfaqen se nuk janë të gjithë prej nesh. Do jetonin në unitet me ata që i përkasin Perëndisë. Po nuk e bëjnë dot këtë gjë. Ndaj dhe veçojnë veten e tyre ose largohen fare nga besimi, sepse kanë të pamundur të qëndrojnë në shenjtëri dhe në pastërti të zemrës.
janë ata që mëkatojnë vazhdimisht kundër fjalës së Perëndis. Sepse shenjtërimi nuk është dhe nuk mund të jetë dot pjesë e jetës së tyre. Shenjtërim me fjalë, atë i thanë pak më lart, po jo praktik. E dini çfarë ndodh me këta njerëz? Vjen një moment edhe nga hipokrizia e madhe që kanë, lodhen edhe ata vetë. Lodhen. Nuk mundet dot më të ndjekin atë rrugën e shenjtërimit, sepse nuk e kanë frymën. Dhe nuk munden. Dhe ndërsa devijojnë nga doktrina e shëndoshë, kur ti i zbulon, përpiqen të paraqesin si të besueshëm një ungjill të përzierë me mëkatin. Me element të botës, dhe është e vetmja mënyrë që këta njerëz mund të mjetojnë brenda në kish. E vetmja mënyrë. Por Perëndia i uren këto gjëra. Dhe mirë ata që i ndjekin nga pas këta njerëz. Dhe nuk dallojnë se çfarë është duke ndodhur. Pika e dytë. Këto frymrat që nuk janë nga Perëndia nuk kanë dashuri. Na thot prapë tek 1 Gjonit, kapitulli 3, vargjet 23-24. Dhe ky është urdhërimi i tij, që të besojmë emrin të birit të tij Jezu Krisht, dhe ta duam njëri tjetrin ashtu si na dha urdhërim. Dhe ai që mban urdhërimet e tij rri në Perëndin dhe Perëndia rri në të. Dhe prej kësaj dimë se ai rri në ne, prej frymës që na dha. Kjo se kapitulli 13 i letrës së parë të Korintasve konsiderohet si kapitulli i dashurisë. Këtu tek letra e parë e Gjonit, Perëndia, fryma e Perëndisë e zbërthen këtë dashuri praktikisht, në mënyrë praktike. E thellon akoma më tepër. Është pikërisht pra kjo dashuri e cila nuk mund të ekzistojë në zemrat e këtyre njerëzve. Pse? Sepse nuk ekziston Perëndia tek ta. Nuk vinë era Krisht këta njerëz. Nuk mundën, vinë era vdekje, janë njerëz të ftohtë. Plus që dashuria e tyre ka si qëllim në nshtrimin tënd ndaj tyre. Dhe jo ndaj Perëndisë. Dhe vjen një re, aty ku mbaron bindja jote ndaj tyre, aty mbaron edhe dashuria e këtyre ndaj teje. Është një shumë e çuditshme. Diçka shumë e çuditshme. Sepse dashuria e tyre është hipokrite, nuk ka asnjë lloj sakrifice, siç na thuhet përsëri tek 1 Gjonit 3:16. Nga e hëna deri të premte, çfarë të duash, sa të duash, me ty, por të shtunë të diel ama, mos më ngacmo, mos më shqetëso, sepse dua të kaloj kohë me familjen e time, me rehatin tim, me planet e mia. E tillë është dashuria e Perëndisë. Kështu e keni njohur ju dashurinë e Perëndisë. 5 ditë në javë. Ndërsa Jezusi ishte duke u folur farisejve, të cilët ishin duke akuzuar që pse ditën e shtunë ai ishte duke shëruar, ai u tha: "A ti im po punon deri tani, edhe unë punoj." Kjo do thotë se vepra e Perëndisë nuk njeh orë dhe ditë. Është në mënyrë të vazhdueshme. Perëndia vërtet na e la një ditë që ne të pushojmë, por na e la që ne t'ja përkushtojmë atij. Shikoni pra, 7 ditë ka java, 6 ditë Perëndia na i la për veten tonë dhe na kërkoi vetëm 1 ditë. Dhe 1 ditë që ne t'ja përkushtojmë atij dhe edhe për këtë 1 ditë ne përsëri nuk kemi të përkushtuar ndaj Perëndisë. Dhe thot pak më poshtë Jezusi: "Ne duhet të punojmë punën e atij të Perëndisë, pra të atij që më dërgoi derisa është ditë. Vjen nata kur askush nuk mund të punojë." Për veten e tyre, të gjithë këta kanë kohë sa të duash. Për çfarë të duash ti dhe si të duash ti. Të njëjtën gjë u tha Jezusi farisejve, paraardhësve të këtyre hipokritëve që ekzistojnë në përkisha. Tek Luka 14:5 u tha: "Cili nga ju do t'i bindej biri ose kau në puzë dhe nuk ta nxirte më një herë në ditë të shabatit?" Kjo na thotë se për interesat e tyre personale këta ka kohë plot, për ne nuk kanë, për ty, për mua, për të gjithë të tjerët. E di që ka shumë që do të vrapojnë, që të përgjigjëstrojnë të gjitha këto çfarë thotë fjala e Perëndisë. Po shiko pak sjelljen e tyre, qëndrimin e tyre, do të jetë për një kohë të shkurtër kjo.
Sepse nuk mund të qëndrojnë dot të Perëndinë edhe nuk munden që të veprojnë sipas fjalës së Perëndisë. Dhe Perëndia na thotë që kjo është dashuria e vërtetë e Tij. Prandaj e kemi njohur dashurinë se ai, Jezusi pra, dha jetën e vet për ne. Dhe ne kemi detyrë t'i japim jetën për vëllezërit tanë. Po kjo lloj sakrifice nuk ekziston në jetë të këtyre, që po themi, të këtyre personave që kanë këto frymra. Prioriteti i një të krishteri, siç na thot fjala e Perëndisë, është Perëndia. Tek Mateo, i gjejmë këtë tek Mateo 6:33. Është Jezusi, familja e krishterë. Tek Luka 14:26. Është familja jote personale dhe të gjitha të tjerat, po kryesorët është Perëndia, Jezusi, pastaj të gjitha të tjerat. Dikush që nuk jeton me këto prioritete ose nuk e ka kuptuar, ose nuk e ka njohur Perëndinë dhe dashurinë e Tij. Ekziston diçka shumë e bukur tek 1 Timoteu, ndërsa Pali ishte duke i dhënë disa porosi te Timoteu, tek 1 Timoteu kapitulli 1 vargjet 5 dhe 7, i thot: por qëllimi i kësaj porosie, vini re pak se çfarë porosi, çfarë cilëson këtu Pali. Është dashuria që vjen prej një zemre të pastër dhe një ndërgjeje të mirë dhe një besimi jo të shtirur, nga të cilat, nga këto të treja pra, disa u shmangën dhe drejtuan në fjalë kotësie, duke dashur të jenë mësues të ligjit. E kemi thënë shumë herë këtë që në përkisha, në përfoltore ka njerëz, ka predikues të rrem, plot, sa të doni. Pra, këta duke dashur që të jenë mësues të ligjit, por duke mos kuptuar as ato që thonë dhe as ato rreth të cilave bëjnë pohime me ngulm. Po ti kuptonin, edhe do t'i zbatonin, por nuk e bëjnë dot, sepse nuk e kanë Perëndinë. Një tjetër karakteristike e këtyre frymrave është se e duan botën. Na thot prapë tek 1 Gjonit kapitulli 2, vargjet 15-17, shumë të njohura këto vargje. Mos e doni botën dhe as gjërat në botë. Po ta doj dikush botën, dashuria e atit nuk është në të. Çfarë thamë pak më lart? Nuk kanë dashuri, sepse ati nuk është në ta. Sepse çdo gjë që është në botë, dëshirimi i mishit dhe dëshirimi i syve dhe krekosja e jetës nuk është prej atit, por është prej botës. Dhe bota po kalon dhe dëshirimi i saj. Por ai që bën vullnetin e Perëndisë mbetet për jetë. Këta të krishterë të remë janë të dashuruar marrëzisht me botën. Marrëzisht. E thamë pak më lart se si këta bëjnë një jetë të përzierë me elementet e botës. Po ka grau tjetër guxojnë këta hipokritë, guxojnë të përdorin emrin e Perëndisë për të fshehur dashurinë e tyre për botën, duke e konsideruar babëzitjen e tyre, me tërmend babëzitje, të papërmbajtur, thot fjala e Perëndisë, diku në një varg, bekim nga Perëndia. Bekim nga Perëndia. Nga cili Perëndi? Ç'është ky Perëndi që beko ka 1% ose 2% të një kishe dhe pjesa tjetër s'ka buktaj. Mezi nxjerr muajin. Ç'është ky Perëndi që beko ka këtë përqindje të vogël të kishës me vila, me makina, me të shtrejta, me llogari bankare të fryra, dhe vazhdojnë të mbushen ato llogarit bankare. Sigurisht ky nuk është Perëndia për të cilin flasim në Bibël, Ati i Zotit Jezus Krisht. Këta janë ata për cilët fjala e Perëndisë thotë tek Filipianët, tek kapitulli 3 vargjet 18-19, se ecin si armiq të kryqit, fundi i të cilëve është shkatërim, Perëndia i të cilëve është barku, dhe lavdia i të cilëve është në turpin e tyre. Këta janë ata që mendojnë gjërat toksore. Perëndia e vërtet nuk bën ndarje në kish. Asnjëherë. Disa i mban me hatër dhe disa të tjerë Perëndia i lë që të vuajnë. Nuk është ky vullneti i Perëndisë, sepse Jezusi mësoi, erdhi dhe tha që unë po ju mësoj, po ju them ato që Ati më tha. E thotë këtë tek Gjoni 8:28. Dhe këto mësime, më vonë ai i tha apostujve, shkoni dhe çfarë tha? Jo vetëm, dhe atyre që do besojnë, ti mbajnë këto porosi. Dhe na thotë tek Luka 3:11, Jezusi, ai që ka 2 tunika duhet i ndajë me atë që nuk ka, dhe ai që ka ushqime duhet të bëjë po kështu.
Dhe shikojmë këtë të praktikohet tek kisha e parë, te Veprat e Apostujve 2:45. Dhe tek Jakobi 2 na thotë se si fryma e Perëndis i konsideron të vdekura, e konsideron të vdekur një besim i cili nuk ka veprat e dashurisë ndaj vllait, motrës dhe të gjithë atyre që janë në nevojë. Këta njerëz, këta hipokritë që gjenden brenda këtyre kishave, brenda kishave nuk mundet të preket zemra e tyre. Nëse ai vllai, motra, fëmijët apo të gjithë ata që janë të sëmurë, kushdo që është të jenë të zhveshur, të vuajnë, nuk u preket zemra. Mendja e tyre është se si të grumbullojnë pasuri dhe t'u lënë pasurinë e tyre atyre pasardhësve. Si do të dallojmë, na i tha 3 pika fjala e Perëndis, dëshirimi i mishit, të kem sa më shumë, të mbledh sa më shumë, qëllimi i tyre, të mbledh pasuri, dëshirimi i tyre i syve, lakmia e vazhdueshme dhe e pangopur e të bërit pronë të vetën të çdo gjë materiale që shikon. Pika e tretë që na tha fjala e Zotit, krekosja e jetës. Fillon nga fama. Të jem dikushi. Një jetë njësoj si bota. A nuk është bota që është mbushur me egoizëm dhe me krenari, dhe mburret me materializmin e tyre, me gjërat materiale që ka dhe me për gjërat që posedojnë. Te këta ekziston një lloj mentaliteti njësoj si mentaliteti i botës. Kam lek, jam i fort, humbi ligjin dhe ti duhet të bindesh. Këta kanë brenda tyre atë frymën që ekzistonte tek farisejt, që kemi parë këtë frymën farisaike një moment. Frymën që operonte në kishën e Laodices, që e pam edhe këtë. Dhe këtë e bëjnë për të mashtruar krishterët e vërtet për t'i larguar nga Perëndia, por bëni kujdes dhe mos u mashtroni, sepse Perëndia këtyre 2 grupeve, këta që kanë frymën farisaike dhe frymën që ekzistonte në kishën laodiciane, Perëndia do t'ja mbyll dyert e qiellit. Pika e 4 dhe e fundit është që nuk kanë doktrinën e Krishtit. Dhe na thotë tek 2 Gjonit, kësaj herë, tek vargu 9 dhe 11, kushdo që shkon për te dhe nuk rinë në mësimin e Krishtit, nuk e ka Perëndinë. Ai që rinë në këtë mësim, ky ka edhe atin edhe birin. Nëse dikush vjen tek ju dhe nuk ju sjell këtë mësim, mos e merrni në shtëpi dhe mos i thoni tungjateta, se ai që i thot tungjateta merr pjesë në veprat e tij të liga. Këto vargje, këto porosi që na jep fjala e Perëndis këtu te kjo letër, do duhet të ishte arma jonë kryesore. Dhe mjeti më i duhur për t'ju shmangur këtyre personave dhe për të luftuar doktrinat e errëme. Është për të ardhur keq sepse kisha nuk e bën këtë gjë, ose e bën shumë pak. Ka plot që pretendojnë se kanë doktrinën e Krishtit, por edhe zbulesa për të cilat pretendojnë se janë nga Perëndia, por nuk kanë lidhje fare me fjalën e Perëndis ose janë në shkelje të plot me fjalën e Perëndis. Si të dallojmë, është e vërtet se kishat janë shumë të mbushura nga këto lloj frymërash, dhe megjithatë janë të pakta ato kisha që i demaskojnë dhe i nxjerrin jashtë tyre. Ka plot predikues, një nga karakteristikat kryesore, të cilët vazhdimisht bien në kundërshtim me fjalën e Perëndis. Megjithatë kishat tregojnë një dëmshuri të çuditshme. Vazhdojnë i mbajnë atje duke predikuar akoma fjalën e Perëndis. Dhe nuk i nxjerrin jashtë kishës, derisa ata të pendohen me të vërtetë dhe të kthehen me të vërtetë tek Perëndia. Çfarë na tha vargu aty? Kushdo që shkojmë për tej, jashtë asaj që Perëndia na ka thënë këtu te fjala e tij dhe nuk rrin në mësimin e Krishtit, nuk ka të bëjë vetëm me të dhënë mësim apo të kaluarit në një doktrinë tjetër. Ka të bëjë dhe me të jetuarit. Nëse jeta jonë është jashtë, ka mund zbulime nga Perëndia, ti jetoj kështu. Po bie dakord jeta jote me fjalën e Perëndis? Jo. Atëherë kjo nuk është nga Perëndia. Ka plot frymëra që vinë dhe të thonë, dhe që janë të djallit,
Shiko, fjala e Perëndisë e thot këtë që ti thua dhe që ti këmbëngul te kjo që thua. Por ekziston edhe një mënyrë tjetër, të cilën ti ndoshta si besimtari i ri nuk e ke kuptuar mirë, nuk je në nivel të mirë frymor, nuk ta ka shpjeguar mirë atje ku je, nuk e kanë të vërtetë në fjalë sa ato kisha, ajo kisha ku ti je, kisha jone ka, kisha jone beson këtë, e shpjegon kështu. Ata atje ku je ti janë shumë fanatikë, janë të ashpër. Nuk është kjo dashuria e Perëndisë. Edhe lloj justifikimesh për të mbushur mendjen, për të pranuar doktrinën e tyre, që ti e shikon fare qartë që nuk bie dakord me fjalën e Perëndisë. Vëllezër, ne duhet të marrim një vendim në jetën tonë. Dhe vendimi që duhet të marrim e ta kemi parasysh është që ne duhet të qëndrojmë të patundur në fjalën e Perëndisë, pavarësisht kostos që mund të ketë ky qëndrim në jetën tonë. Akoma thot fjala e Perëndisë edhe me vdekje. Sepse do vi koha që ne do duhet që ta bëjmë këtë gjë. Do duhet që tani që të përgatitemi. Ka shumë predikues të cilët përpiqen për të fituar shpirtra, për të mbushur kishat, sepse kjo ju intereson. E përshtasin fjalën e Perëndisë sipas nevojave të atyre që dëgjojnë. Ose të atyre që kërkojnë që t'i sjellin brenda. Në kishë. Në qoftë se bie në predikues të tillë ose në njerëz të tillë, duhet dish që ata që lehtësojnë ungjillin, që e thjeshtësojnë ungjillin, nuk janë nga Perëndia. Nuk kanë Perëndi, na thot fjala, dhe tek Hebrejtë na thot diçka shumë të bukur. Te kapitulli 4 vargu 12. Sepse është e gjallë fjala e Perëndisë dhe vepruese, dhe më e mprektë se çdo shpatë dytekshe, dhe që tepërton deri në ndarje të shpirtit e të frymës, dhe të nyjave e të palcës, dhe është në gjendje të gjykojë mendimet dhe synimet e zemrës. Nëse fjala e Perëndisë nuk është e tillë në zemrën tonë, kështu siç përshkruhet këtu tek këto vargje, nëse nuk depërton thellë në jetën tonë, nuk është problem me fjalën. Problemi është me ne. Do i kthemi përsëri shumë shkurt një temë të cilën e kemi parë. Pasojat që ka shkaktuar fryma e Jezebelës brenda në kish, duke e shtrembëruar totalisht dhe plotësisht fjalën e Perëndisë. E kemi thënë dhe është përdorur keq se si përsëri djalli është duke përdorur gruan nëpërmjet feminizmit për të shkatruar kishën edhe familjen. Është përdorur keq. E theksojmë përsëri këtë dhe Perëndia këmbëngul në këtë sepse akoma më shumë, akoma më thellë kishat janë duke devijuar nga fjala e Perëndisë. Dhe shumë të krishterë po mashtrohen. E tham pak më lart, kisha sot në përgjithësi është katandisur të jetë një kishë laodiciane. E verbuar nga fama, nga pasuria, është katandisur të jetë një kishë e vakët, shumë e vakët nga ana frymore. Dhe që rrezikon të ngelet jashtë dërve të qiellit. Të gjitha ato që Krishti kundërshtoi tek tundimet, ndërsa djalli ishte duke u tunduar, shikojnë që kisha i ka adoptuar, i ka marrë, i ka futur brenda, i ka bërë pjesë të vetën. Një tjetër fakt që mund të shikojmë, mjafton të hedhësh një sy në rrjetet sociale, e kemi thënë edhe herë tjetër. Tani ekzistojnë telefonat, një telefon, burra, gra, dalin aty, flasin, predikojnë nga fjala e Perëndisë, mbështesin edhe haptazi, doktrinat e rreme, dhe bien në kundërshtim me fjalën e Perëndisë vetëm për famë, për emrin e tyre, për egoizmin e tyre dhe për lek. Nuk ka shumë kohë më dërgoi dikush një video. Dhe më tha, si mendon? Qa mendimi ke? I thash, s'është nga Perëndia. Mos i ka që sigurt. Persone që isha duke parë në video, nga ata personat që shërojnë në emrin e Krishtit. Dhe më tha, mos i ka që sigurt sepse mund të biesh në mëkat përpara Perëndisë.
Dhe unë i lexova, i dërgova atë pjesën ku thot, ai që nuk qëndron në doktrinën e Krishtit, ai që shkon tej dhe nuk qëndron në doktrinën e Krishtit, nuk është nga Perëndia. Dhe bëj fjalë për një grua. Një grua e cila i quante veten e saj apostulle, për të pasur të drejtën, ku kishte mbushur mendin natyrat aty nga poshtë, sepse përderisa janë aty ata dhe vazhdojnë ta duartrokasin ta mbështesin, do thotë që ata janë të bindur që kjo është një apostulle për të hapur kish. Ka plot profetesha me zbulime të jashtëzakonshme nga Perëndia, falso janë të gjitha këto, mos i merrni për të vërteta. Pavarësisht se nuk bien dakord me fjalën e Perëndisë, ato këmbëngulin. Këto janë eksperienca personale që po ju them. Dhe ka plot që në përkisha nuk qëndrojnë në pozitën dhe në pozicionin që Perëndia i ka caktuar që të jenë për të zbatuar rendin që Perëndia ka vendosur në kish. Dhe çfarë ndodh? Burri im është pastor, është bari kishe. Në mënyrë automatike dhe unë jam pastoresh. Burri im është plak kishe. Në mënyrë automatike dhe unë jam së bashku me të, marrim vendimet së bashku. Burri im është dhjak në kish. Automatikisht edhe unë bashkë me të, këshilloj, bëj. Nuk ka thënë një gjë të tillë Perëndia në fjalën e tij. E kemi thënë edhe herë tjetër dhe do ta themi sa herë që Perëndia të na jap mundësinë se shumica e krishterëve harrojnë që gjenden çdo ditë në një luftë të pamëshirshme frymore. Dhe ka plot që pyesin veten e tyre pse janë kaq të vakët nga ana frymore. Nuk e ndjejnë prezencën e Perëndisë të fuqishme në jetën e tyre. Janë dy gjëra. E para është të qëndrohet larg Perëndisë, sepse nuk i kushtojmë kohë leximit të fjalës së Perëndisë dhe lutjes. Lexojmë fjalën e Perëndisë sa për të qetësuar ndërgjegjen tonë. Aq, deri aty. Lexova një varg, jam në rregull tani. Lexova fjalën e Zotit. Lutemi 5 minuta. 1 minutë. Zoti je me mua. Ike, të nesër prapë tani. Dhe e dyta është të mos të zbatuarit e fjalës së Perëndisë nga ana praktike në jetën tonë. Ekziston një arsye tjetër të cilën ne kemi thënë edhe herë të tjera, është që ne nuk lejojmë që fjala e Perëndisë të kontrollojë zemrat tona. Fjala e Perëndisë vjen deri tek veshët tan, por nuk zbret në zemër që të kontrollojë. Ndodh një fenomen i çuditshëm në përkisha. Dëgjojmë fjalën e Perëndisë dhe në mendjen tonë, në vend që ne të lejojmë fjalën e Perëndisë që të kontrollojë zemrën tonë, fillojmë edhe mendojmë të tjerët. Kujt kjo fjalë i përshtatet? Skanojmë jetën e të tjerëve. Fjala dëgohet, fjalën e dëgjojmë, edhe ikim në shtëpi ashtu siç erdhëm. Pse? Sepse ne kemi marrë përsipër të kryejmë rolin e frymës së shenjtë. Ky rol takon frymës, që t'i flasë zemrët të çdo besimtari. Ne atë që duhet të bëjmë, ne duhet i hapim dyert e zemrës fjalës së Perëndisë. Të ndërtojmë ne frymërisht veten tonë së pari. Mos harroni që shpëtimi është personal, nuk është kolektiv. Nëse nuk e kemi kuptuar këtë, sa më shpejt ta kuptojmë që shpëtimi është personal. Perëndia flet. Ne po dëgjojmë. Çfarë bëjmë? Apo erdhëm në kish për të parë se çfarë Perëndia ka për të thënë të tjerëve, dhe jo neve. Perëndia ta bekojë fjalën e tij dhe të zërë vend në zemrat tona dhe të na japë të qëndrojmë në lutje që Perëndia të na japë mundësinë që ne të mundemi të dallojmë frymrat në kish për veten tonë, për të shpëtuar shpirtin tonë. Amin.